Ministria e Kulturës dhe Komuna e Prishtinës janë në betejë të kallëzimeve penale e të akuzave ndaj njëra tjetrës. Ndërhyrjet e Komunës së Prishtinës në disa hapësira pa përfillur ligjin për trashëgimi kulturore janë bërë shkas që të ketë përplasje jo të vogla. Në konferencë për media, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës kanë bërë të ditur një sër veprimesh që kanë ndërmarrë. Ndalimi i punimeve në sheshin George Bush i atyre për ishullin urban, Arbëri Pallati i Rinisë, zhvillimi i punimeve pa leje në rrugën e Recep Luci dhe tenderimi pa miratim të projektit për rrugën Agem Ramadani janë çështjet që i ndajnë këto dy institucione. Ligji për trashëgimi kulturore kërkon pëlqim për secilën ndërhyrje në zonat mbrojtëse të monumenteve. MKRS konsideron se këto veprime, derisa janë të përsëritura, i vlerëson si të qëllimshme nga ana e Komunës Prishtinës dhe me precedent të rrezikshëm për palët e tjera në Republikën e Kosovës, duke inkurajuar paligjshmëri dhe rrezik të drejtë për vlerat dhe asetet e trashëgimisë kulturore, si vlerat mbrojtura me kushtetut dhe me ligjet e vendit. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës, Bislem Bislimi, ka treguar se deri më tash është bërë një kallëzim penal ndaj kryetarit të Prishtinës për Parem Rama, e po ashtu edhe një kërkesë ndaj Policisë së Kosovës për hetime. Sipas Ministrisë, komuna rrezikon të dëmtojë edhe buxhetin publik. MKRS vlerëson se derisa kemi një shumë financiare 10 milionësh të krijuar si detyrim kontraktual në projekte që janë në shkelet ligjeve në fuqi nga komuna, konsideron se kjo po ashtu paraqet rrezik për shkaktimin e qëllimshëm të situatave kur këto shuma do të konsideroheshin të përmbarueshme nga operatorët ekonomik, duke shkaktuar një dëm 10 milionësh buxhetit të komunës. Punimet në sheshin George Bush janë ndalur muajin e kaluar nga Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore. Ato në rrugën Recep Luci, inspektorati nuk i ka ndalur me arsyetimin se gjykata komerciale ka vendim nëpërmjet të cilit nuk lejohen ndërhyrjet në këtë rrugë. Pavarësisht kësaj, punimet janë duke vazhduar. Komuna e Prishtinës ka ushtruar kallëzim penal ndaj Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore për ndaljen e punimeve në sheshin George Bush, përderisa qasjen e Ministrisë së Kulturës e ka cilësuar si bllokuese të projekteve për kryeqytetin.